Përshëndetje të nderuar shikues të Infodes, mirë se po takohemi edhe sonte. Fillimisht do t'ju lëm që të njihni me titujt kryesor që kanë karakterizuar ditën e sotme, duke u kthyer në studio për të folur me një problem që është mjaft aktiv në vendin tonë, siç është testi PISA, i cili Kosova me vite me radhë ka dalë mjaft i dopt. E për më shumë detaje ju lëm që të na ndiqni në hapat në vijim. Presidentja vendit Vjosa Osmani ka pritur në takim homologën e saj letones Edgars Rinkevics. Rinkevics është pritur me ceremoni shtetërore nga e para e vendit. Presidenti letones Edgars Rinkevics pas takimit me Vjosa Osmanin është shprehur se për dy arsye është e rëndësishme që ai është në Kosovë. Sipas tij, arsyeja e parë është diskutimi bilateral për mënyrën se si mund të avancojnë marrëdhëniet mes dy vendeve dhe e dyta, siç tha ai, kontingjentin ushtarak që shërben si pjesë e KFOR-it. Është shumë e rëndësishme që të jem këtu sot në Kosovë për dy arsye. Arsyeja e parë është diskutimi bilateral për mënyrën se si mund t'i avancojmë marrëdhëniet tona mes Letonisë dhe Kosovës dhe diskutimit që patëm për stabilitetin rajonal dhe për të diskutuar mbështetjen që mund të ofrojë Bashkimi Evropian për Republikën e Kosovës. Arsyeja e dytë është po ashtu që këtu në Kosovë kemi kontingjentin më të madh ushtarak që shërben si pjesë e KFOR-it dhe do t'i vizitoj trupat më vonë pas takimit tonë dhe pas kësaj konference. Rinkevics tha se në takim folën për anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës dhe se Letonia e mbështet plotësisht integrimin e vendit tonë në organizatat ndërkombëtare. Të njëjtën ka pasur bastisje në Ministrinë e Bujqësisë, e cila drejtohet nga Faton Peci. Hetuesit policor kanë arrestuar Bedri Dobron nga Departamenti për Politika Bujqësore dhe Tregje dhe janë larguar nga objekti i ministrisë. I njëjti në vitin e kaluar ishte shpallur punëtori i vitit në këtë ministri. Ligji i ri për pagat në sektorin publik, i cili u miratua nga Kuvendi i Kosovës në shkurt të vitit 2023 dhe i njëjti redukton përqindjen e shtesës mbi përvojën e punës për 15 vitet e para. Sipas një raporti të Institutit të Kosovës për Drejtësi ka dëmtuar mbi 90.000 zyrtar publik si dhe rrezikon buxhetin shtetëror. Hulumtuesi i lartë në IKD Gzim Shalja gjatë prezantimit të raportit tha se zyrtarët publik kanë të drejtë që për këtë të kërkojnë kompenzim në gjykatë. Për më tepër, Shala shtoi se ky ligj dëmton dhe buxhetin e shtetit në vlerë prej 35 milion euro. Mosbatimi i aktgjykimit të gjykatës kushtetuese është shkelje e vetë kushtetutës së Republikës së Kosovës. Tash në këtë situatë të cilën jemi, normalisht se zyrtarëve publik u lindë drejta për të kërkuar dome që ju ka shkaktuar. Thjesht mosveprimi i kuvendit, përpos që do ta mbingarkojë gjyqësorin dhe do të cenoj të drejtat e zyrtarëve publik, do ta dëmtoj edhe buxhetin e Republikës së Kosovës me një vlerë parafërsisht 35 milion euro. Ndërsa sipas koordinatorit të Departamentit për Drejtësi në PDK, përparim Gruda, Kuvendi nuk po zbaton aktgjykimin e kushtetutës, jo për shkak të mungesës së mundësive ligjore apo teknike, por sepse lideri i tyre nuk dëshiron ta bëjë një gjë të tillë. Shkeljet e kushtetutës edhe mosbatimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese nuk janë raste të izoluara, është një gjë që ka përshkruar krejt punën e kësaj qeverie në 4 vite fundit, kësaj shumice. Unë po them qeveri sepse grupi parlamentar i majorancës sotme edhe asaj që ka qenë deri para këtyre zgjedhjeve është kontrollu komplet nga agjenda qeveritare dhe na duhet të themi formalisht nuk e zbaton kuvendi, po e vërteta është që kuvendi nuk e zbaton sepse ai që është lideri i majorancës kuvend nuk don me e zbatu. Sigurisht kjo është formalisht obligim i kuvendit Kosovës. Ajo që tha Gzimi është e paimagjinueshme që vendimet e gjykatës kushtetuese në një vend demokratik të neglizhohen, të mos zbatohen, sepse ato janë norma kushtetuese. Ndërkaq Armend Zemaj, deputet i disa legjislaturave në kuvend, u shpreh se në këtë mënyrë mund të vazhdojë dëmi kushtetues. Nuk është vendimi vetëm që është dashur
si detyrim kushtetues të ndryshohet në ligjet e cilat kanë dalë me shkelje kushtetuese. Kjo është njëra ndër vendimet, sepse ka pas edhe për ligje tjera ku është kërkuar ky 6 mujor dhe qeveria njërin vetëm e ka improvizuar. Mendoj që në situatën të cilën të jemi, nëse eventualisht është logjika e njëjtë, dami kushtetuese dhe dami publik mund vazhdoj në vazhdimsi. IKD bën thirrje që sipas konstituimit të legjislaturës së 9 të trajtohet me urgjencë kjo çështje dhe të bëhet plotësim ndryshimi i ligjit për pagat në sektorin publik. Me këtë, sipas IKD-s, do të garantohej niveli i pagesës dhe përvojës së punës në lartësi prej 0.5% dhe se shtrirja e kësaj pagese sipas aktgjykimit kushtetues duhet të jetë nga 1 shkurti 2024. Mbi 150 pjesëmarrës nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Kosova po marrin pjesë në konferencën organizuar nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë në Kosovë në kuadër të projektit të platformës promovuese ESG. Projekt ky i financuar nga Komisioni Evropian përmes Fondit të Ballkanit Perëndimor synon të avancojë parimet mjedisore, sociale dhe të qeverisjes në të gjithë komunitetin e biznesit të Ballkanit Perëndimor. Kryetari i bordit së Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Kosovë, Skender Krasniqi, tha se kjo konferencë shënon një moment kyç për zhvillimin e mundësive të reja për kompanitë në përgjithësi. Konferenca rajonale për standardet ESG që po bëhet sot në Prishtinë shënon një moment kyç për zhvillimin e mundësive të reja për kompanitë tona në përgjithësi. Në një botë ku sfidat globale si ndryshimet klimatike, pabarazia sociale dhe transparenca e qeverisjes janë më të rëndësishme se kurrë, standardet e ESG nuk janë më një zgjidhje. Ato janë një domosdoshmëri për të ecur përpara dhe për të qëndruar konkurrues në tregun global. Ne, si Dhomë e Tregtisë dhe Industrisë Kosovës, jemi krenarë që së bashku me partnerët tanë nga rajoni, po përmbyllim me sukses këtë projekt të rëndësishëm për të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor. Ky bashkëpunim është dëshmi e fuqisë së veprimit të përbashkët dhe ndikimit të jashtëzakonshëm që mund të arrijmë kur bashkojmë forcat. Bizneset betën shtylla kryesore e këtij rrugtimi dhe fal këtij bashkëpunimi kemi arritur të zhvillojmë kapacitetet e bizneset tona, duke na ndihmuar të marrim hapa të sigurt drejt një tregu më të gjerë dhe më konkurrues. Ndërkësh menaxherja për Fondin e Ballkanit Perëndimor, Dafina Beqiri, theksoi se skema e këtyre granteve po shënon sukses në vazhdimsi. Kjo skeme granteve ka shënuar një sukses të mëtutjeshëm, sepse fondi faktikisht përkrah projekte të cilat janë në partneritet me organizata tjera që vinë nga rajoni. Por këtë herë Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë nuk ka krijuar partneritet vetëm me më shumë partner nga rajoni, por ka ofruar afër vetes dhe organizata të reja faktikisht të cilat ju ka ofru mundësi që të mësojnë më shumë se si të zhvillohet biznesi dhe si të zhvillohen standardet për një biznes i cili ofron vende pune më shumë. Kështu që për neve është shumë kënaqësi e madhe që të bashkëpunojmë me Dhomën e Tregtisë dhe Industrisë, por njëkohësisht edhe të vazhdojmë me përkrajën e projekteve që jo vetëm në Kosovë, për gjithë rajonin, që sa herë që mblidhemi bashkë, shpresoj që sa më shumë të kemi tema të përbashkëta, tema të cilat faktikisht e çojnë rajonin përpara, por më së shumti që të na ofrojnë me Bashkimin Evropian. Duke qenë se kjo konferencë kishte për qëllim dhe mundësitë e rjetëzimit të pjesëmarrësve, partner nga rajoni dhe biznesi ndanë nga përvojat e tyre të angazhimit në rritjen e standardeve të ESG-s. Në kuadër të organizimit, kryetari i Kuvendit të Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Kosovë, Hamdi Malushaj, ndau mbinjoje për partnerët e pranishëm në këtë konferencë. Në këtë konferencë do të ketë panele të ndryshme ku do të diskutohet për rëndësinë e plotësimit të kushteve ESG. Kjo konferencë ka mbledhur institucione vendase, rajonale, ndërkombëtare, biznese, shoqata, shoqëri civile. Raporti botror i lumturisë për vitin 2025 e cilëson Kosovën si vendin e 29 më të lumtur në tërë globin për vitin 2024, ndërsa duke bërë atë vendin e parë më të lumtur në rajon. Ndërsa shtetet e rajonit mbesin shumë brapa Kosovës sipas këtij raporti.
Mirë po cilat janë arsyet që e bëjnë Kosovën vendin më të lumtur në rajon dhe ndër më të lumturit në botë. Qytetarët mendojnë se Kosova duke qenë në robëri ka vuajtur shumë dhe tani e din vlerën e lirisë. Skënder Buja thot se shqiptarët në Kosovë kanë vuajtur me shekuj dhe tani janë më të lumtur pasi që e shijojnë lirinë. Për shkak të vujtjeve me shekuj mbrapa, kënaqemi me pak. Kjo liri nuk është pak, nuk kupton që kjo është pak, po djem e shijojmë mos dhe për shkak se prej vujtjeve. Po për ata vetëkënaqësia nuk duhet me dominu për shkak se e ardhmja ka sfida tjera, kështu që ne duhet me qenë përgatitur për ato sfida. Po gjithmonë kur je i kënaqur edhe sfidat i kalon më lehtë. Po ashtu, edhe një qytetar tjetër, Osman Breznica, thekson se Kosova duke qenë një vend i robëruar në të kaluarën, tani duke qenë të lirë e ndjejnë lumturinë. Unë menoj se një popull që li ka qenë me shekuj i robënum, e ka ardhur liria sot, ato e nin atë kënaqësi edhe shpreh dhe jep vullnet për rinin, për tashmen si popull një perspektivë, popull me një perspektivë të madhe, ndoshta në Ballkan për shta dhe jem si popull që jem mas të lumtur edhe entuziast për jetën që kemi. Ndërsa Ibrahim Thaçi shprehet i habitur me këtë raport. Ai thot se duke parë situatën në Kosovë ku ndodh dhunë në familje, mbetet i befasuar dhe nuk i beson këtij raporti. Sipas gjithë kësaj situate që ekziston në Kosovë, gjithë këto vrasje, krime, dhunë familje, populli më i lumtur s'kam koment. Po çuditë. Hasan Ramadani thot se i beson plotësisht këtij raporti, pasi populli shqiptar lirinë e ka fituar me shumë mund. Nuk ka pas në jetën e vet se ditën e sotshme se pse na e fitum lirinë. Liria të na o kom mangi shumë. Shqiptarët janë gëzushëm, janë punëtorë, janë gjallnika, e dojnë këto këta dhe, edhe jem njerëz ma të bonë mirë për gjithë popujve në rajon. Të na, kushdo që vjen, Afrikan, Amerikan, anej, krejtjen pajtimit se na jem me këprica të mëdhej shumë. Kujtojmë se në korrekt të vitit 2012, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara shpalli një rezolut, sipas i cilës dita ndërkombëtare e lumturisë do të shënohet çdo vit më 20 mars. Objektivi i kësaj dite është të theksohet se lumturia dhe prosperiteti nuk janë vetëm dëshira personale, por edhe qëllime globale. Kjo ditë na kujton se lumturia është një aspekt thelbësor i jetës njerëzore dhe duhet promovuar. Të nderuar shikues të Infodes, u kthyem në studio për me folë më shumë rreth testit PISA, i cili është afruar tashmë edhe nxënësit tanë kanë mundësi që të shprehin të gjitha njohuritë e tyre në këtë test. E me mua në studio është Gramos Bujqinca, i cili do të njoftoj më shumë rreth këtij testi. Gramos, faleminderit shumë që gjete kohë që të vish në Infodes. Faleminderit për ftesën. Gramos, si të duket në rezultatet e testit PISA herën e kaluar, meqense se edhe herën e kaluar Kosova u rendit ka fundi i këtij testi? Ne jemi rendit të dytit prej fundit. Me sa më kujtohet, vetëm Kambodgja ka qenë shteti i cili është rangu ma ulët se na, prej dikun 81 shteteve që kanë marrë pjesë në testin PISA. Kjo të tregon që testi PISA, veç për shikus me qartësu, bën matjen e aftësive shkollore të landëve të caktume për 15 vjeçarët, që është mosha kritike ata që kalojnë prej shkollës fillore në shkollë të mesme. Pra disa prej tyre janë në klasë të 9, disa prej tyre vetë se kanë kalu në klasë 10. Atë shkollës mesme. Edhe Kosova ka performu dopt në 3 fushat në të cilat i ka marrë PISA. Domethënë në përgjithësi ka performu shumë dopt, por ka performu shumë dopt edhe në të 3 fushat, që ka qenë leximi,
shkenca dhe matematika. Vitin e kaluar, po herën e kaluar, kur është marrë në PISA 2022, fokus ka qenë matematika. Edhe në matematik i kemi pas nxënësit që kanë performu 76% prej tyne vetëm në nivelin e parë, që i bjen kanë ditë operacione shumë bazike matematikore. Edhe pak prej tyne në nivelin e dytë, në nivelin e tretë, katërt e pestë, ku matët ku vendet të cilat e kanë sistemin arsimor shumë zhvillum, kanë jo vetë individ, po dhe një përqindje të lartë studentave dhe nxënësave në ato nivele, na nuk kemi pas asë një individ. Edhe si vjetë, po me një metodologji pak të ndryshuar, ka me pas matje, me sa e pash, fokusi ka me qenë të shkenca, jo të matematika, që ka qenë herën e fundit, dhe të shkenca ka me qenë fokus në si i te kalojnë problemet të ndotjes mjedisore, mbrojtjes të ambientit e kështu në radhë. Kështu që po pres do pyetje shumë interesante për PISA-s në 2025. Edhe shpresoj që Ministria e Arsimit e ka bu një pregaditje të paktën me imësu studentat me bo testin, sepse nuk pres ndryshim të madh prej vitit. Tu se deri thash nuk ka pas përgatitje edhe si bëhet testi, për çfarë arsye na jena konë? Jo, në fakt, mi u tregu të drejtën, na në vitin 2022 kemi dalë ma dopt se në vitin 2018. Në vitin 2018 ne kena bo pak përgatitje për testin PISA, në vitin 2022 kemi bo shumë përgatitje për testin PISA. Mirë po, për shkak në përgjithësi në botë, performanca e nxënësave ka qenë e ulët. Edhe ata të OECD-s që e bën testin PISA, i alojnë fajin Covidit. Mirë po, problemi i Kosovës nuk ka qenë që veç ka performu dopt, po ka performu ma dopt se shtetet e tjera. Dhe na jemi degradu në rankim. Pra, jemi konë të tretit për i fundit, në 2018, kemi dalë të dytit për i fundit në 2022. Edhe, po pse po thamën e performancë, pse po thamë që duhet me pas trajnim se si nxënësat me operu me testin PISA, është që ky test po ashtu ka me qenë i orientum edhe ka aftësi teknologjike të nxënësave. Besoj ka me qenë 100% i bom në kompjuter, dhe për dallim për herave të kalume, kësaj here se cila shkollë në Kosovë ka me marrë rezultatin për shkollë. Në më thonë, kena me ditë saktësisht cila shkollë, jo veç cilat shkolla në vendbanime, ose në shkollat cilat ka nxënës ma shumë, shkollat që ka nxënës ma pak, kemi me ditë saktësisht në cilat shkollë që është problemi. Me ju dhonë disa shifra edhe do interpretime interesante prej vitit 2022. Veç me ju tregu për lexim, do më thonë, na 83.1% të nxënësave kosovar kanë qenë në nivelin 2 të leximit. Dhe 17%, veç 17% kanë qenë në nivelin 2. Pak prej tyre kanë qenë në nivelin 3, në nivelin 4 ose 5 nuk ka pas asnjë individ. Çka do të thotë leximi në nivelin 2? Leximi në nivelin 1 do të thotë ti je i aftë mi lexu fjalit, fjalët mënana fjalive e kështu me radhë. Din lexim, din me i theksu shkronjat e kështu me radhë. Leximi në nivelin e 2 do të thotë që këta student mund të identifikojnë idenë kryesore në një tekst me gjatësi mesatare. Kur e kemi pas çka do të thotë gjatësi mesatare, i ka ra një tekst i cili ma pak se një faqe. Të gjejnë informacion bazuar në kritere eksplicite dhe nga njëherë komplekse dhe mund të reflektojnë mbi qëllimin dhe formën e tekstit kur udhëzohen në mënyrë eksplicite. Do të thonë, edhe kur në mënyrë eksplicite i tregohet brenda një teksti diçka, vetëm 17% e nxënësave tonë kanë arritur me kuptuat tekst. Kramos, që do thotë kjo për Kosovën që mos me ditë as gjërat bazë të leximit një fëmijë?
kjo na qet neve në një pozitë shumë vështirë për sa i përket fuqisë punëtore më vonë. Sepse kjo na tregon që me shumë gjas, këta student nuk kanë me pas aftësitë të atyre niveleve që mundën me çu ekonominë kosovare prej një ekonomie që është e bazuar në ndoshta në aktivitet ekonomik me vlerë të ulët në ekonomi me aktivitet ekonomik vlerat në alta. Për shembull, qysh është Gjermania ekonomia e teknologjisë ose ekonomia e softverit e kështu me radhë, mirë po nxënësit tonë nuk fatkeqësisht nuk kanë memëri një masë kritike ku Kosova mundet me lëviz prej një vendi në zhvillim me zhvillim të ulët në një vend në tranzicion ose në zhvillim mesatarisht të lartë. Në shkencë po ashtu që si vjet ka me konë fokusi, vetëm 21% e nxënësve në Kosovë kanë arrit nivelin 2 ose më lart. Që do të thotë, minimalisht këta student mund të identifikojnë shpjegimin korrekt për fenomene të njohura shkencore dhe mund ta përdorin atë dije për të identifikuar në raste të thjeshta nëse një përfundim është valid bazuar në të dhënat e paraqitura. Kjo është një gjuhë shumë e gjerë që e përdor OECD-ja. OECD-ja që e bën testin PISA i ka të bazuar me pyetjet në situata reale. Nuk i ka të bazuar me pyetjet në fenomene matematikore ose fizike teorike në përshkolla. Po na çashtu edhe mësojmë gramas, nashta që kjo është e keqja. Saktësisht, sepse ne nuk e kemi pas kur një vlerësim se cilat rezultate është i sjell metoda e mësimit që i kemi pas deri më tani. Edhe për fund, për fushën e fundit, për matematikë, që është ma interesant se është një shembull specifik, thot vetëm 15%, pra 85% e nxënësve i dinë veç operacione bazike. 15% kanë arritur të zotrojnë të paktën nivelin 2 në matematikë, që do thot, këta student mund të interpretojnë dhe identifikojnë pa udhëzime direkte një situatë e thjeshtë e cila mund të përreqitet matematikisht. Për shembull, distanca totale mes dy rrugëve alternative ose të konvertojnë çmimet në valuta të ndryshme. Për shembull, një prej pyetjeve ka qenë, nëse ky ujë kushton 1 euro dhe 1 euro është e barabartë me 1.2 dollar. Sa dollar kushton ky ujë? Është me përkthy në dollar. Edhe 85% të nxënësve nuk e kanë ditë. Me bëni përkthim thjesht, me thonë 1.2 dollar. Unë duke njoft natyrën e pyetjeve që i bojnë në OECD, po pres që në shkencë si vjet kemi me pas pyetje të tilla për emitimet të dioksidit të karbonit, për shembull. Do të ketë pyetje nëse një makinë lëviz pej Prishtinës në Mitrovic, harxhan 100 ton dioksid karboni, nëse kjo makinë lëviz në distancë të 2 fesht, sa dioksid karboni ka me emetu në tërësi dhe pyetje të tilla. Që me mujt me i familiarizu nxënësat kosovar me problemet mjedisore me të cilat ata kanë me u përballë më vonë, dhe çka është më e rëndësishme, ato probleme mjedisore e kanë me kushtzu ekonominë kosovare. Dhe secili i ri që vjen në fuqi punëtore, patjetër ka me konë ka me operu me mjetet të uljes së ndikimit mjedisor. Si ai ndërtuesi, si ata që merren me transport e kështu me radhë. Çdo aktivitet ekonomik, sepse sidomos Bashkimi Evropian e ka për qëllim arritjen në nivelin 0 të emitimeve të dioksidit karbonit me 2035. Dhe çdo produkt që e prodhon Kosova, e cila ka ndikim të madh në emitimin e dioksidit karbonit dhe gazrave të tjera të dëmshme, ka me pagu taks dhe taks të lartë. Në më thonë, se cili aktivitet që na e bojmë, aktivitet ekonomik në Kosovë, duhet energjia që shfrytëzohet për atë aktivitet, duhet me u përdor për burimeve të ripërtërishme me ma pak ndikim në ambient. Dhe këta ka para pa OECD-ja, për që ata është u dashur pak me
me imësu edhe nxënësat tonë në këtë aspekt. Po para se me arë të OECD-ja, duhet me imësu në shkolla tona. Po, sakt. Pra, mësusit tanë sa janë të aftë me javë shtinë kokë fëmijëve tanë këto probleme që na ballafaqohemi çdo ditë gramos. Të e ditë se edhe bota tashmë po shkon edhe më shumë ka teknologjia, ndërkaq se në shkollat tona ende funksionon metodat mësurit me shkoms, ose metodën më të keqe diktim. Po. Sa e dëmton kjo, edhe më tepër, ardhjen në treg të një fëmije që ka mu përballë nesër me këto probleme tjera. Po them në treg e kam fjallën në botën me prek tamam problemin e duhur. Gjithmonë është ditë në Kosovë që problemi kemi mësimdhënësit, përsa i përket arsimit. Mirë po, me qenë se mësimdhënësit e kanë një sindikat, e kanë një organizim, asë një qeveri nuk ka guxu me dalë në ballafaqim me ta, që me i fut ata në një farë vlerësimit të performancës së tyne, që me mujtë mandejna me kriju politika për riaftësim të aty në mësimdhënësave, ose njoftimin e tyne me metodat të reja të mësimdhënjes, në mënyrë që me i adresu këto probleme që po dalin prej PISA-s, ose që po na i tregon PISA. Me ju tregu një prej arsyeve pse kemi performu dopt është që Kosova renditet e 76 prej 80 veneve përsa i përket kapaciteteve teknologjike kompjuterike. Nxënësit, shkollat në Kosovë kanë mesatarisht 0.2 kompjuter për nxënës, që është një përqindje shumë e ulët. Mirë po, nëse shkoni ju në shumë shkollat të Kosovës, keni kabinetet që janë të paprekura, janë duken me investime të reja. Edhe kur të fol me drejtorin e shkollës, ose kur të fol me arsimtarin e teknologjisë, ata ju tregojnë që thjesht nuk kanë kapacitete me i pru nxënësat aty, me i mësu ata, jo veç për teknologji, po me i mësu edhe biologjin për mas kompjuterit. Me dita e me bu një hulumtim, me gjithë një burim e cili e mbështet ose kundërshton argumentin që e ka fitu prej dikuj tjetër. Ose gramos që është me keqja veç në landën e teknologjisë kanë mundësi me prek ata kompjutera. Që do të që është shumë pak. Qysh me mujt me dit një nxënës me hulumtu, kur faktikisht nuk e ka kompjuterin e vetë gjatë gjithë kohës edhe të ballafaqohet me probleme që duhen për të zgjedhur ai. Sakt, aty do dalë, problemi tjetër ka qenë që shkollat të cilat kanë ma pak autonomi, performojnë ma dopt, autonomi në qeverisje. Në thonë edhe Çka nuk kupton kjo? Çka nuk kupton kjo? Kjo nuk kupton që shkollat private në Kosovë kanë dalë më mirë se sa shkollat publike. 15 vjeçar në shkolla private kanë dalë më mirë se sa në shkolla publike. Edhe kjo ka ndodhur në të gjithë rajonin, me sa më kujtohet përveç Serbisë. Shkollat publike në Serbi kanë performuar më mirë. Kjo do të thotë që nëse ti një drejtori të shkollës ja jep të gjitha mjetet që i bjen me ble pajisjet vet, me punësu stafin vetë, me renovu shkollën, me i regullu hapësirat vetë, ajo shkollë në mesatarisht performon më mirë. Po, për shkak të natyrës korruptive të bërit të punëve në të kaluarën, asnjë person në Kosovë nuk e mbështet idenë që drejtorit të shkollës më jalon një shumë të caktuar buxhetit, edhe ai kryen në veti mi harxhu ato pare. Sepse gjithmonë aludohet që i vjen era korrupsion kësaj pune. Mirë po, në botën perëndimore, në botën e zhvilluar, drejtori e ka atë, ose drejtori, ose çfarë do organi tjetër që i menaxhon një grup të shkollave, e kanë atë liri të qeverisjes. Kjo pastaj mundet me sjell adresim direkt dhe të shpejt të problemeve infrastrukturore mrena shkollave. Shkollat duhet me prit prej komunës, blerje, duhet komuna me shpall një prokurim, me shpall një tender, në atë tender aplikojnë ofertues
pastaj është një organ që në nivel qendror ka emrin Autoriteti Qendror i Prokurimit. Autoriteti Qendror i Prokurimit thot nëse 100 shkolla në Kosovë kanë me ble kompjutera, nuk kemi nevojë se cila komunë me shpall tender, i shpallim na i blejmë kompjuterat ma lirë, kemi mi ble 1000 kompjutera ma lirë. Po aja e krijon një fyt të ngushtë, sepse i gjithë përgjithësia shkon në nivel qendror. E zakonisht ka ndodhur është ofertues të tjerë që se kanë fitu tenderin, ankohen, i çojnë në gjykat, nuk blejnë kompjuterat. Është shumë vështirë me mri prej prokurimit deri te përdoruesi. Problemi tjetër dhe problemi kryesor që neve gjithë e anashkollojmë është që mësimdhënësat nuk i kemi të trajnuar me përdor teknologjinë. Nxënësat janë shumë ma të përgatitur dhe kanë shumë ma shumë dëshirë me përdor teknologjinë në shkolla se sa mësimdhënësat. Mësimdhënësi në Kosovë nuk ka kurfar incentive për me përmirësu vetën ose për me përmirësu metodologjinë e punës së vet. E neve gjithmonë jemi mundu me i rregullu kushtet anësore të asaj. Jemi mundu me çu kompjuter në përshkolla ku ata s'po mundën me i përdor sepse s'kan mësimdhënësa të aftë me i përdor. Jemi mundu me kriju infrastrukturë, kemi ndërtu shumë shkolla në për shumë vende të thella në Kosovë që është mirë po kemi mujt me ndërtu një shkollë regionale shumë të mirë dhe me siguru transport prapë shumë të mirë për ata nxënësa që më ardhë realisht në klasë ku kanë bashkëmoshatarë tyne, ku kanë arsimtarë e mësimdhënësa të mirë. Dhe jo vësh një shkollë ku janë 3-4 nxënës me një klasë. Se ato shkolla performojnë ma dopt. Çka ka qenë interesante në PISA për Kosovë dhe kjo ka qenë dukuri e veçantë kosovare. Shkollat të cilat kanë pas... Kemi arrit me vë dukurit veçantë atje. Shkollat të cilat kanë ma shumë nxënësa kanë performu ma mirë. Në më thonë, është kundër intuitive me menu që në një shkollë cila i ka 35 nxënësa performon ma mirë se një shkollë që i ka 20 nxënësa. Po pse kanë performu shkollat me 35 nxënësa ma mirë? Sepse shkollat të cilat kanë shumë nxënësa janë shkollat ma të mira të qyteteve. Shkolla Pezoj Ismail Qemajli, Fajkonica në Prishtinë, ose shkolla, më do këtë thimi mitë në Gjilan e kështu me radhë, janë ato shkolla ku të gjithë prindë synojnë me i qu fëmijët e tyre, sepse e din që është shkollë e mirë, edhe janë të mbi ngarkume. Mirë pa ai mbi ngarkim, prap nuk është i mjaftueshëm që me ja ul aty në performancën, krahas aty në shkollave që janë me ma pak nxënësa. Çka thot kjo? Kjo thot që këto shkolla, edhe pse i kanë 35 nxënësa, janë mësimdhënësat më të mirë. Edhe për ata performojnë ma mirë në testin PISA. Këto shkollat Badiava i kanë 15, 20, 10 nxënësa, nuk i kanë mësimdhënësat e mirë. Edhe performojnë ma dopt në... Edhe kjo është fenomen kosovar. Sepse për ndryshe, në mesatarën e OECD-s, shkollat të cilat kanë ma pak nxënësa performojnë ma mirë, përveç në Kosovë. Kjo është qa kemi... Rast për më studio. Gramos një problem që na e kemi për më punësu në një shkollë. Në vendin tonë gjithë qysh dësh me pas dikar ose me kanë me një parti, tash nuk vjetë në pas sa je një mësus cilësorti, po kanë e kiti mrapa ose nuk vjen kualitetet e tua. Që kjo është fatkeqësia me ndajon, edhe që kjo po i shtynë që nxënësit veç me shku edhe ka dështimet. Mirë po, a me ndoni ju se nëse bëhet një lloj testimi i krejtë mësimdhënësve në Kosovë, a kishë ndiku kjo që me pas edhe cilësi ma të mirë të arsimit në vend? Po, unë kam qenë pjesë e një grupi të... Amo testimi pa korruptume, qenë tamam testim fair edhe më ditë se cili prej cilit mësimdhënës mënët me dalu. Sakt. Unë kam qenë pjesë e një grupi të madh të aktivistëve shoqërisë civile ku vitin e kaluar kemi kërku peticion në arsim. E kemi mundësu nënshkrimin, mbi 10.000 nënshkrime për atë peticion, edhe kanë qenë, kërkesa kryesore ka qenë testimi i aftësive të mësimdhënësve. Pse? Jo testim i kuptimit që rrep i provimit keme dalë për punës, po në kuptim për me pa ku i kena aftësit e mësimdhënësve. Edhe sa i përket materies që ata e ligjerojnë në përklasat e tyne, po edhe sa i përket metodologjisë, procesit të mësimdhënies që ata e kanë.
Dhe pastaj kur e ki gjendjen në arsim edhe e din për se cilën shkollë ku çalan, qysh çalan, mandej mund është me ndërmarr politika të tjera. Edhe unë jam shumë i thar i politikës që mësimdhënësi i mirë duhet mu pagu ma shumë. Më thonë, pagat e mësimdhënësave në Kosovë janë të ulta për mësimdhënësa të mirë dhe janë të larta për mësimdhënësa të dobët. Do të thotë, nëse ti performon mirë si në materjen tonë, pra tu kanë testu njohuritë, je arsimtar i matematikës, din matematikë, dhe je i mirë me transmituar dije që i ki të nxënësat, atëherë ti dush me u kategorizu në një kategori ku shpërblehesh ma mirë financiarisht. Po programosër nuk do me thonë se veç me i diti për veti, po nuk din me i transmitua ato gjoja. Sakt, se puna e mësimdhënësit është transmitimi i dijes të nxënësat. Dhe masi që lejohet riaftësimi i këtyre mësimdhënësave, pra je i dopt në land, atëherë të mundësohet ty një kurs me kry, ose të mësohet ty një ndihmë, një asistencë shtesë derisa ti përmirësohesh në landën e caktuar. Dhe ritestosh dhe prap performon dopt, atëherë duhet masa ndërshkruese. Mirë, po ky diskutim është i vështirë për më bë për qeveritë të cilat nuk dojnë që mi pas mësimdhënësat kundër tyne, sepse besojnë që ata disa dhjetra mira mësimdhënësat që janë dhe familjet e tyne votojnë si grup për partin tjetër. Cila do parti në pushtet që ka qenë në Kosovë, ka pas frikë me thonë po, mas 2 vjete, kemi me bo testin për krejt mësimdhënësat dhe me këqyrë ku i kena njerëz. Sepse friksohen që, okej, një 100.000 vota kanë me dalë për tyne, kanë me shku të dikush tjetër. E na duhet një qeveri e cila është e guzimshme, sepse po shihet që këtu mësimdhënësat dhe sistemi arsimor nuk po mundet me rregullu vetë problemin. Duhet një qeveri e cila vjen edhe ndërhyn direkt duke thënë që kemi me bo vlerësimin e mësimdhënësave, paralelisht kemi shtu kapacitetet teknologjike edhe provojmë edhe do të shohim a kena me dalë ma mirë në PISA. Unë jam i bindun që dalim ma mirë, sepse në 2018 kemi qëndru shumë adapt për sa i përket infrastrukturës digitale, ta zojnë. Po kemi performu ma mirë në PISA. 2022 kena performu ma adapt. Pra, se kemi adresu problemin e mësimdhënësave. Edhe pse ka pas fjalë në momente kur ka pas kriza në Kosovë, ka pas fjalë që do të testohen e kështu, po s'ka ndërmarrje për atë punë. Ku e thatë ju punësimi ka ndodhë qysh ka ndodhë në të kaluarën, ka qenë edhe një problem tjetër që është apartheidi i viteve 90 ku nxënësat e fakultetit të edukimit kanë mësu në për podrume, në për shtëpia të braktisuna e kështu me radhë, s'ka pas cilësi për fatin e kesh tyne, dhe ata ma vonë jënë bëmë mësimdhënësa e kështu me radhë. Por, na mundemi me zgjidhat punë. E zgjidhim duke i vlerësu, duke ju mundësu mënyra për me i rrit aftësitë e tyne edhe me performu ma mirë në arsim para universitar. E mundemi me shfrytëzu shumë kollaj arsimin universitar me bo këtë testim, vlerësim, riaftësim e kështu me radhë. Lamos, një problem tjetër që mendoj unë që është shumë i rëndësishëm është se mësuesat tanë vetëm me përfundimin e një masterit, pa mund është me u bë një profesorit në një shkollë caktuar. Pra, e lajnë vesh me një master, ndërkohë që bota hetë shumë shpejt, dhe me thonë nuk marrin më trajnime në fushën e vetë, ose edhe në fusha tjera. Komunikimi shumë rëndësi për nxënësit edhe mënyrën se qysh ti transmeton ato sene. Pra, nëse ti ndjek gjatë gjithë kohës trajnime për një fushë caktuar, edhe unë si gazetare, nëse e la vesh me një fakultet gazetarisë edhe nuk bëj kur gjë ma shumë, atëherë sigurisht që performanca ime s'ka me kanë aq e mirë sa gazetarët e tjerë që gjatë gjithë kohës shkojnë për trajnime, marrin njohuritë edhe më të reja në lidhje me këtë fushë. E njëjta besoj që është edhe për arsim. Pra, nuk kemi mësuesat mjaft shumë të vetëdijshëm që ja japin vetes prioritet edhe riaftësimin e vazhdueshëm të vetes. A është edhe ky, a mendoni edhe ti që është një problem shumë i rëndësishëm tek ne, duke ditur se gjatë gjithë kohës po kemi hapa goxha të mëdha në botë, sidomos në fushën e teknologjisë? Po, mësimdhënësat në fakt kanë të detyruar me viju kurse të akredituar për
rizgjatjen e licencave të tyre. Secili mësimdhënës ka një licencë. Mirë, po shumica dërmuese, nuk e kam tash një shifër të saktë, po shumë pak mësimdhënësa unë e njeh të cilët janë shku në për kurse të akreditume, mi marr ato kredite mjaftueshme që me renovu licencën. Po renovimi i licencës është një farë procesi automatik që ndodh në Kosovë. Në vendet perëndimore, në Gjermani për shembull e di në shtetin federal të Bavarisë, ti si mësimdhënës nuk mundesh me marrë kontratë të përhershme me një herë. Do thonë, kalon disa vite kohë ku ti gjatë atyre viteve kryen kurse, aftësosh, riaftësosh, mëson metodologji të reja, përditësosh me teknologji të reja, e kështu me radhë. Dhe tek mas një kohe, mas pezojnë 5 viteve ose 10 viteve, atëherë e merr një kontratë të përhershme të punës. Pra ti konsiderohesh punëtor civil në administratë publike ose në sektor publik, dhe e ki të gjitha të drejtat si që i takon atij sektori. Mirë, po jo pa i bo 10 vjet. Edhe mësimdhënësit janë në stres të jashtëzakonshëm për me mujt me mri ato kredit poenat e mjaftueshme. Edhe mësimdhënësit në arsim të lartë. Pra doktorat e shkencës të cilët hinë me punu në universitet, nuk e marrin titullin profesor me një herë. E marrin mas 5 viteve nëse kanë fat, po zakonisht mas 10 viteve e marrin titullin profesor. Ajo është doktor i shkencës, mirë po ai duhet mu dëshmu edhe në ligjërata, edhe në hulumtim shkencor, që është i aftë me u thirr profesor. Po në momentin që thirret profesor, ai është autoritet për atë punë. Ka mënyra ku shteti mundet me i dizajnu edhe kontratat në këtë rast, pra mos më dhon kontrata të përhershme me një herë. E ki kontratën 1 vjeçare, ta rivlerësojnë mas 1 vitit. E ki prap e ki 1 vjeçare, e rivlerësosh e kështu me radhë. Ka metoda të ndryshme ku ti mundesh në mënyrë elegante me adresu këto probleme dhe mos me prit që në fund me thonë, duhet me i hek për i punën 30%, 50% të mësimdhënësave, se nuk është asaj zgjidhje, se kanë kime fut, pra problemin e njëjtë kime kalu. Na mundemi me marë shumë përvoja prej vendeve të zhvilluara. Vendet të zhvilluara i dizajnojnë këto zgjidhje mençëm nëpërmes incentivave, domethënë nëpërmes shtytësve pozitiv. Ti si mësimdhënës, nëse e mrin këtë trajnim, nëse e mrin këtë nivel, mas 2 vjete kime pas rrugën pak më të lartë, mas 5 vjete kur testohesh, kime pas rrugën edhe më të lartë kështu me radhë. Edhe incentiva financiare i përmirëson njerëzit. Jo me ju thonë aty ne e keni rrugën ballë të lartë, po e kanë të lartë ata që janë të dopt, po jo ata që janë të mirë, sepse ata largohen, shkojnë në industri tjetër. Nuk dojnë me qenë mësimdhënësa, kanë ofertat të tjera, janë me mastera që e përmendet ti për shembull. Mundet me gjetë një punë tjetër ose mundet me dalë jashtë krejt. Kështu që është shteti i cili duhet me ardhur dhe me intervenu aty ku tregu, çfarë do tregu që është nuk mundet me rregulluar. Nashta kemi pa edhe përvojat mrena në Kosovë që kanë institucionet private, shkollat private, që nuk ta jep bashkë me njëherë ty një kontratë punës, ose me ta kriju komoditetin që kanë mësuesat në për shkollat. Nëse mu i vesh me të ndërhy shumë shpejt aty, institucionet private duhen me u akreditu. Nuk mund është veç me qelë një shkollë të sot, mi mledh dhe njerëz me mastera dhe me anis me dhonë mësim. Se cili program i mësimit që i kiti aty, se cila landë, duhet me shku përmes një procesit të akreditimit. Dhe jo veç ata duhet edhe instituti si objekt, me këqyra i ka facilitetet të duhura, dhomat të duhura, kështu me radhë. Në shkollat publike nuk e bojnë këtë sen. E kush e bën këtë vlerësim të shkollave? Në mos gaboj e bën autoriteti kombëtar i kvalifikimeve. Do të thonë që i vjen në shtetënor. Po, është në nivel shtetënor, kanë ekspertat, vetë shkolla private i paguën ekspertat, të cilët janë të aprovuar prej autoritetit të kvalifikimeve, ata vinë e bojnë një vlerësim se nuk mund është puna me fëmijë është punë senzitive, nuk mundet bashkë gjithkush me punu me ta. Kështu që shteti ka interes me kuptu kush është të ju dhonë mësim këtyne fëmijëve. Edhe e bën për shkolla private. Shumë kollaj e bën, i kemi mekanizmat në fuqi, po nuk mundet me bu me shkolla publike sepse s'ka mandat.
sepse shkollat publike rezistojnë, se imagjino ti me shkuaj autoritetit kualifikimeve, eksperti, edhe me i vlerësu shkollat tona prej objektit, mësimdhënësit, ja këqyr sillabuset, a kam përposhmëri, as kam përposhmëri, qysh bon, ato nuk e bojnë. Që ato desha me dalë gramas, që nëse këshim lanë që këto autoritete me bo punën e vetë që ashtu që duhet edhe në shkollat publike. Dorën zemër, nuk e bojnë edhe në plot shkollat publike, nuk i nënshtrohen procesit akreditimit edhe në disa pejveneve të zhvillume. Sepse ka mekanizma tjerë që e kontrollojnë atë punë. Qysh e Por përmenda. nësë kena mekanizma tjerë, që të është problemi. Neve s'kemi na mekanizma tjerë. Prandaj, unë nuk jam ekspert i zgjidhjes së problemit. Unë veç po mu i mbunona me ofru 2-3 argumentet. Po, 2-3 mjete, instrumente të cilat mundëm me i përdor. E kjo çështja akreditimit funksionon shumë mirë në arsim të lartë. Në arsim të lartë edhe institucionet publike, edhe institucionet private i nënshtrohen procesit të akreditimit në mënyrë të njëjtë. Universitetit Prishtinës, Universitetit Ferizajit, Gjilanit e krejt universitetet publike i mbyllën programet nëse nuk i ka sipas rregullave. Jo që mbyllën programet, mbyllet krejt institucioni nuk guxon me marr asnjë student derisa të përmirësohet. Gjë që ka ndodhur. Ka ndodhur. Fatmirësisht ka ndodhur. Ka ndodhur në Kosovë, janë përmirësuar institucionet dhe kanë vazhdu pastaj vitin tjetër me marrë studenta. Mirë po, agencioni akreditimit është një agencion tjetër, jo autoriteti kualifikimeve, është agencioni akreditimit i cili e bën sigurimin e cilësisë së arsimit të lartë në Kosovë. Nuk e kemi një agencion si Motër që e bën sigurimin e cilësisë në arsim para-universitar. Është në nivel të komunave, është edhe ky problem, është problemi i nivelit qeveritar. Komunat i kanë të gjitha fuqit. Tash çfarë bën Ministria e Arsimit në Kosovë? E shpall një thirrje për që shkollat individuale me apliku në Ministri të Arsimit për që ata masanena me u ble kompjutera, me u ble pajisje. Po, është mendësi e gabuar, se masanena ti kemi kriju shkollat të cilat janë eksperte për me të apliku në qëto projekte dhe s'pe adreson ti të shkollat që i ke identifiku test që ku du të me intervenu, po pelen kështu në konkurencë të lirë, aja nuk është as privat, as publik, nuk është kërfar zgjidhje. Dhe thot, ti si shtet dush me ditë saktësisht ku i ki problemet. Në PISA si vjetë që më pëlqeu, është që shkollat individuale kanë me ditë gjendjen e tyne. Janë 30 ose 40 shkolla që kanë me u testu. Prej secilës shkollë janë marrë ka 65 nxënësa mesatarisht, që kanë me u testu, 7500 nxënësa do të jenë në tërësi, që është një mostër shumë e mirë, shumë reprezentative, besoj është ma shumë se një e treta e 15 vjeçare që i kemi në Kosovë. Me një shpërndarje të mirë që shë bën PISA, ajo të jep një saktësi për 99%, ku e ki gjendjen, ku po të qalojnë e kështu në radhë. Më në jeni të regu si mirë edhe për ministrinë që me ditë që ku me ndërhy. Sakt. Po shpresoj që ministria e lexon atë rezultat, edhe bën një task force, a le të bën çfarë dën, po nuk mundet me vazhdu njëjtë. Le të bën një task force ndërqeveritare. Le të folë nështë edhe me asociacionin e komunave, ku ata mundën kanë komunikim atë kollajshëm me komuna, kështu me radhë. Edhe nëse duhet me intervenu në secilën shkollë individualisht, dhe të bëj një plan, cila shkollë ka më kone para, e dyta e kështu me radhë. Se ne jemi shumë mrapa, unë e përmeni shpesh rezultatet e 2022-ës. I njëjti test PISA në 2022-ën është ba në Palestinën e okupuar, është ba në Ukrainën në luftë, dhe ata kanë dalë shumë ma mirë se na. Në thonë, kër e mendojshim në zyre, na thëshim qysh ata student, të më thonë, tu shku në shkollë duhet me ju ikë bombave, literalisht bombardimeve duhet me ju ikë, për me mri në shkollë, me bo testin PISA, më këthy të shpia, a me dalë ma mirë në test PISA se sa nanë që jemi në liri që 20 sa vjetë, dhe investime që është zakonshme në arsim edhe pejt hujve edhe prej nivelit lokal. A ka ndiku, me ndonë, Gramos, edhe kjo analfabetizmi që kemi pas një vitet e nëzeta, edhe gjendja pas luftës, po që kanë shku ko gja shumë vjetë me thonë që kemi gjendjen pas luftës. Tashmë nuk mundemi besoj edhe mu viktimizukat shumë. Sakt, pajtona me ty 100%, nuk kemi më ko për viktimizim. Kër e këqyr historikisht,
dënë me këqyr me mësu arsyet, nuk dënë me këqyr justifikimin. Kosova në Jugoslavi o konë veni ma i pazhvilluar. Arsimin e ka pas nivelin ma dopt, analfabetizmin në nivelin ma të nalt. Gjë që ka qenë politike asaj kohë e Serbisë. Ka qenë politike e Jugoslavisë së hershme gjithsesi, Kosova ka qenë veni kolonizum. Unë kom studiu histori për vete edhe di i kom pa vendimet për kolonizimin e Kosovës. Ligji për kolonizimin e territoreve jugore ka qenë ligj Jugoslav e kom pa. Dhe më thonë ka pas projekt kolonizator edhe në Kosovë. E ajo ka ndiku në shtypjen e vazhdueshme të inteligjencjes të njerëzve të cilët kanë mujt me bo në ekonomi thonë ndryshim strukturor, prej një ekonomie agrikulturore në një ekonomi të industrializume. E kjo se nuk ka ndodhur në Kosovë. Bile, kur i citoj këto statistika të regjistrimit të popullsisë, na si Kosovë në vitin 2024 e kemi kapërcy pragun prej vendbanimeve rurale në vendbanime urbane. Kjo nuk do të thotë kur gjo kështu në aspektin shoqëror, po do të thotë shumë në aspektin ekonomik. Sepse Kosova tash mundemi me thonë që kemi hinë në revolucion industrial në thojza. Sepse ky ka përcim, do të thonë ku ti ki ma shumë banor në vende urbane se sa në rurale, në vendet perëndimore në Britanitë Madhe ka ndodhur në vitin 1850. Në Gjermani ka ndodhur pak ma vonë në vitin 1890, pra shumë ma shumë se para 100 vjeteve. Sepse kur ka ndru ekonomia prej të e punon tokën dhe prodhon fruta, perime, kështu me radhë, në ekonomi ku të marrën lokomotiva, aeroplana, makina, ndërtesa ma eficiente, kështu me radhë, na në Kosovë në vitin 2024 jemi të e praktiku. Po, janë faktor të tjerë të jashtëm, mirë po na skuzojna me arsyetu, sepse kemi dhonë shumë pare si taksa pagus. Në thonë, na si taksa pagus jemi hisedar në këtë vend, edhe duhet me mbajt qeverinë përgjithse, edhe duhet me shfrytzu të gjitha mjete demokratike. Ai grup që ju tregova ku kemi marrë pjesë për krijimin e peticionit u kanë veç një prej mjeteve që jemi mundu me shfrytzu. Na kemi bu protestat vazhdueshme, jemi mundu me hulumtime, me rekomandime, me ofru zgjidhje mirë, po në fund i metët qeverisë, sepse qeveria e ka fuqinë ekzekutive për me i ndryshu. Sigurisht. Ramos, falemderoj shumë që erdhën Infode dhe na japet të gjitha këto informacione në lidhje me testin PISA dhe ku qëndron gjendja e arsimit në Kosovë. Faleminderit shumë, edhe juve krahasi. Të nderuar shikues të Infodes, kaq kishim për këtë emision, deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.